Irani ka lëshuar 2 raketa në drejtim të Qipros ku ndodhen baza ushtarake të Mbretërisë së Bashkuar, duke rritur tensionet në lindjen e mesme. Lajmin e konfirmoi sekretari britanik i mbrojtjes John Healey. Qipros treon 2 baza sovrane ushtarake të Mbretërisë së Bashkuar, Akrotiri dhe Kelia, me rol strategjik në operacionet perëndimore në rajon. Healey theksoi se sipas vlerësimeve fillestare, këto baza nuk ishin në shënjestër të sulmit. Jemi mjaft të sigurt se ata nuk ishin në shënjestër të bazave tona, deklaroi ai, duke shtuar se incidenti tregon se sa i pakontrollueshëm është reagimi i akmarrës i Iranit. Disa baza amerikane në lindjen e mesme janë sulmuar me raketa dhe dron, ndërsa Washingtoni ka rritur nivelin e gatishmërisë ushtarake. Zhvillimet vijnë pasi Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli ndërmorën valë sulme ajrore dhe raketore ndaj objektivave në Iran, duke i cilësuar ato si veprime parandaluese për të goditur infrastrukturën ushtarake dhe kapacitetet strategjike të Teheranit. Healey përsëriti thirrjen e qeverisë britanike për ulje të menjëhershme të tensioneve, duke i kërkuar Iranit të tërhiqet nga sulmet e saj në rritje të pakontrolluara dhe pa dallim në rajon, si dhe të heqë dorë nga programet e saj të armëve. Situata mbetet e paqëndrueshme, ndërsa vendet e rajonit dhe partnerët perëndimor monitorojnë nga afër zhvillimet, mes frikës për një zgjerim të konfliktit.